E tani të dashur miq, jemi rikthyer sërish bashkë me pjesën e dytë të emisionit prive, ku një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Fruti dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Vjen në vazhdim për ju rubrika jonë e përjavshme, e vërtet pa vërtet. Mixi pas norës në bashkëpunim me Dhurata Dorën. Po, ky lajm është më se i vërtet. Njëri ndër producentët më të suksesshëm shqiptar Mixi, që së fundmi lëshoi padyshim hitin e tij në bashkëpunim me Nora Strefin, është më njëherë në përgatitje të këngës së radhës që prive zbulon se është duet me Dhurata Dorën. Kjo këngë do të ketë edhe klip e do të lansohet saktësisht pas një muaji e gjysmë në kanalin zyrtar të producentit. Kënga është krijuar në atë formë që të shfaq një dhuratë tipike, por Mixin nuk kemi parë asnjëherë në këtë stil. Adrian Gaxha nuk po pauzon. Ky lajm është i vërtetë. Edhe pse së fundi ka sjellur disa bashkëpunime, ai është i njohur edhe për pauzat e gjata mes projekteve që ai realizon. I fundit hit nga Adriani ishte kënga Lujmi Lujmi në bashkëpunim me Onatin nga BS. Këngë kjo që ka arritur jo më pak se sa 10 milionë gjysmë klikime në YouTube. Së fundi prive ka kuptuar që ai ka realizuar edhe 4 këngë të tjera që tashmë janë gati për të lansuar, por që nevojiten edhe videoklipet adekuate për këto projekte, e që ka nisur punën për to së bashku me Entermedia. Disa prej këngëve do të lansohen deri në fund verë e disa do të mbesin për si ftohtë në kohën e fundvitit. Këngët janë produkt i Adriani dhe shumica nga ato janë ritmike përveç njërës që është pala.